Zonat e rrezikut të luftës së tretë botërore. Qëndroni larg këtyre 10 vendeve. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Sot kemi një temë mjaft serioze për të diskutuar. 10 vendet që do dëshironi të shmanglin nëse do të shpërthente lufta e tretë botërore. Mbani në mend se kjo është thjesht hipotetike, por gjithmonë është mirë të jemi të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme. Pra le të fillojmë me listën tonë. Mojim përgjegjësie. Para se të fillojmë, duam të theksojmë se shpresojmë që lufta e tretë botërore të mos ndodhë kurrë. Kjo listë është thjesht për qëllime informative, dhe ne nuk synojmë të krijojmë frikë apo panik. Me të thënë këtë, le të vazhdojmë. 10 vendet kryesore që duhen shmangur gjatë luftës së tretë botërore. Numri 10. Turqia. Duke nisur numërimi mbrapsht, në vendin e 10 është Turqia. Pozicioni unik gjeografik i Turqisë, si urlise midis Evropës dhe Azisë, i ka dhënë asaj një vend të veçantë në listën tonë. Ky vend kryesor mund ta kthejë atë në një pikë të nxehtë globale nëse do të shpërthente lufta e tretë botërore, me kufit e përbashkët me kombe si Siria, Iraku dhe Irani, të cilat të gjitha kanë përjetuar pjesën e tyre të konflikteve rajonale. Turqia e gjen veten delikate në prag të pasigurisë. Numri 9. Kina. Duke u ngjitur në numrin 9, ne kemi Kinën, një nga kombet më të frikshme dhe më me ndikim në botë. Nuk është sekret se në rast të një konflikti të madh ndërkombëtar, Kina ka shumë të ngjarë të jetë në balë të veprimit. Të qenit i vendosur brenda një vendi me një rëndësi të tillë globale, mund të vijë me grupin e sfidave dhe pasigurive gjatë një lufte botërore. Numri 8. Korea e Jugut. Në pozitën e 8, gjejmë Korenë e Jugut, ndërsa qëndron si një kombë modern i lulëzuar, afërsia me fqinjin e saj enigmatik, Korenë e Veriut, i shton një shtresë së kompleksiteti i situatës së tij. Natyra e paparashikueshme e lidershipit të Koreas së Veriut dhe një histori tensionesh midis dy kombeve e vendosin Korenë e Jugut në një pozicion potencialisht të paqëndrueshëm gjatë një skenari të luftës botërore. Numri 7. Tajvani. Në vendin e 7 është Tajvani, një rajon me një marrëdhënie të gjatë kontestuese me fuqi kolosale fqinje, Kinën. Ky tension historik mund ta kthejë fare mirë Tajvanin në një pikë zjarri konflikti, duke pasur parasysh rëndësinë e tij strategjike në rajonin Azi paqësor. Numri 6. Izraeli. Në numrin 6, ne gjejmë Izraelin, i vendosur në zemër të lindjes së mesme, një rajon i njohur për konfliktet e tij historike dhe tensionet e vazhdueshme. Marrëdhënia e saj komplekse me vendet fqinje dhe pozicioni i saj strategjik mund ta bëjnë atë një vend sfidues për të gjetur siguri dhe stabilitet gjatë një lufte globale. Numri 5. Irani. Në pozitën e 5 është Irani, një lojtar i rëndësishëm në peizazhin e ndërlikuar gjeopolitik të lindjes së mesme. Përfshirja e tij në konflikte të ndryshme rajonale dhe pozicioni i saj strategjik në rajonin e Gjirit Persik, shtëpia e një pjese të konsiderueshme të rezervave botërore të naftës, rrit gjasat që ajo të bëhet një teatër i madh konflikti në rast të luftës së tretë botërore. Numri 4. Pakistani. Vendi i 4 i numërimit mbrapsht pretendohet nga Pakistani, një kombë me një marrëdhënie të pasigurt me fqinjin e tij Indin. E shoqëruar me çështje të brendshme si terrorizmi dhe paqëndrueshmëria politike, Pakistani gjen veten në një pozicion mjaft paqëndrueshëm gjatë kohërave të trazuara të konfliktit global. Numri 3. India. Në 3 vendet e para është India, një vend me një popullsi të madhe dhe me mosmarrëveshje të vazhdueshme kufitare me Pakistanin dhe Kinën. Madhësia e saj e madhe, së bashku me këto mosmarrëveshje rajonale, e bën Indin një zonë potencialisht me rrezik të lartë gjatë një lufte botërore, duke ngritur shqetësime për stabilitetin dhe sigurinë e saj. Numri 2. Ukraina. Duke zbritur në numrin 2, ne kemi Ukrainën, një kombë që ka dëshmuar tensionet e fundit gjeopolitike, veçanërisht aneksimin e Krimes nga Rusia. Kjo ngjarje shërben si një kujtesë e ashpër e cënueshmërisë së Ukrainës në një konflikt global, duke kthyer atë në një rajon ku kombet e fuqishme përplasen dhe duke e bërë atë një vend që shumë mund të dëshirojnë të shmangin. Numri 1. Rusia. Më në fund arrim në zgjedhjen tonë kryesore. Rusia, pesha e rënë në arenën ndërkombëtare. Statusi i Rusisë si një fuqi e madhe botërore, arsenali i saj masiv bërthamor dhe ndikimi i saj i rëndësishëm global e bëjnë atë vendin e parë në listën tonë. Të qeni në një vend me aftësi të tilla ushtarake dhe përfshirje ndërkombëtare gjatë një lufte botërore, mund të sjellë pasoja të frikshme, duke bërë Rusinë një destinacion me rrezik të lartë, që shumë do të zgjidhnin ta shmangnin me çdo kusht.
Pra, ja ku e keni listën tonë të 10 vendeve që duhen shmangur gjatë luftës së tretë botërore. Mos harroni, ne shpresojmë që një skenar i tillë të mos ndodh kurrë dhe është gjithmonë më mirë të punohet drejt paqes dhe diplomacisë. Është e rëndësishme të theksohet se kjo listë është shumë spekulative dhe dinamike, e çdo luftë të mundshme botërore do të ishte komplekse dhe e paparashikueshme. Një skenar të tillë, vendet që nuk janë të përfshira drejt për drejt në konflikt, mund të përjetojnë gjithashtu ndërprerje ekonomike, politike ose sociale. Siguria personale do të varet gjithashtu nga rrethana dhe gatishmëria individuale. Nëse tensionet globale përshkallëzohen deri në pikën ku një luftë botërore është një mundësi realiste, është e këshillueshme që të qëndroni të informuar për çështje ndërkombëtare, të keni plane emergjente dhe të jepni përparësi zgjidhjeve diplomatike dhe paqësore të konflikteve. Qëndroni të sigurt, qëndroni të informuar dhe shpresoni për një botë paqësore. Nëse ju duk informative kjo video, mos harroni të pëlqeni, shpërndani dhe abonohuni për më shumë përmbajtje. Faleminderit për shikimin, shihemi herën tjetër.